Faleminderit. Profesor? Duke qenë se lidhet pak edhe me pjesën e parë të emisionit me karmën, por edhe me atë çfarë diskutuam tani dhe me të keqen, mendoj që një reagim i duhet shoqërisë, jemi një shoqëri në apati dhe, siç thotë Edmund Burke, që e keqja të sundoj, mjafton që njerëzit e mirë, në rastin konkret dhe intelektualët, mjafton mos bëjnë asgjë. Sa më preku kjo. Djetë gjumë parlamentin që tha që masa sigurimit arrest në burg është e papërshtatshme. Uroj që parlamentit vëri dorën zemër për popullin shqiptar që janë shumë trinj që po dërgjën burgjeve sot, të dalë të Për një cigare. Për një cigare ashash, kashita ashash, kam bjerë 3 rënjë, sepse këto vepra nga projekt amnistia që pash përjashtoheshin. Të vënë dorën zemër politikanët, t'i shofin ligjet, sepse dje u dhanë 82 vota që u diskutu çështja e arrestit në burg. Pra të mendojnë dhe për qytetarët shqiptarë që sot po dërgjën burgjeve, për 2 gram ashash, për një shitje një cigare ashash, për një blerje të simuluar, dhe këta njerëz të kenë mundësi të shkojnë pranë nënave tyre në shtëpi. Janë shumë çuna të ri, unë vetë që ushtoj funksionin e avokatit, kam pas 2 raste të cilët janë në burgjeve. Pra, të gjithë njerëzit janë barabartë para ligjit dhe të mendojnë edhe për njerëzit. Të zbrazin burgjet dhe burgjet mos mushen më plot. Të shikohet ku qëndron ky problem, shqiptarët duhet shohin para, nëse ka probleme me parandalimin, të investohet në shkolla, familja të bëjt vetën, por futja në burg nuk është zgjidhje.